Të jesh pensionist dhe të presësh autobus është një sfidë në vete në Shkup. Edhe pse mosha e tretë shumë rralla shfrytëzojnë transportin publik, sërish përballen me pritjet e gjata dhe në të shumtën e rasteve, pasi hipin në autobus, nuk gjejnë një vend të përshtatshëm për të ulur. Disa pensionistë që sot i takuam, pasi kishin përfunduar pazarin, prisnin autobuset e NQP-s për të kthyer në shtëpi. Sipas tyre, pritja zgjat mbi 30 minuta, ndërsa në stacion kishte edhe qytetarë të tjerë që përballeshin me të njëjtin problem. Ka 25 minuta ose gjysmë ore ka që pritim dyshim për Saraj. A të shkruan të në këtë tabelën që edhe 25 minuta duhet me prit, po tek të vine, kur vjen, Allahu alem. Thoni shpesh me autobus? Ja, që është plan. Kur këmi kanë 3 kemi shtesh, pensionera, edhe në njëvat. 40 minuta, 50 minuta, prajta. Po, s'ka dhe më të nëshë. Eshtë badjova që janë kote. Sipas analizës së Qendrës për Komunikim Qytetar, në vetëm 10 vite numri udhëtarëve të transportuar me autobuset e NQP-s është ulur nga 52 milion në 22 milion udhëtar në vit. Nga 341 autobus në total, vetëm 185 janë funksional dhe vetëm 157 përdoren çdo ditë. Vjetërsia mesatare e autobusëve sipas analizës është 13.3 vjet, ndërsa shumica autobusëve janë të markave kineze Yotong dhe ukrainase Laz, dhe vetëm 10% plotësojnë standardet më të larta ekologjike Euro 6. Kreu i Shkupit Gjergjevski njoftoi se dërgesa e 100 autobusëve duhet të arrijë deri në muajin qershor ose korrik.